iniciativa e Raif Hajrës Aslan Vitakut formu shkollën e minatorit 89 në atë kohë. E kemi pas një furgon gjelbër të Mojmen. Ushtronim në për salla. Zakonisht sallat këto të shkollave si periferi për shkak situatës politike që ka qenë atë kohë. Edhe lojti vëzhvellonim në Smekovnicë. Ishte largësi e madhe, po e di që kemi pas dres të fanelat e bukura, po atletët ka qenë vështirë me gjetë. E Mojmen ka qenë një shokimi jo futbollisti patënar pi Gjermanisë atletët me thuma, do më thonë me hekër. Ja pa ta marrë këtë kom gjak veç për me lujtë futbol. Edhe apo të binë, thësh apo më binë. Po ajo s'kështë lidhe. Kishtë atë dëq veç me marrë pjesën në lojë. Kështë që u konë diçka e pa përshkru, nuk lidhët me këtë citat. Tash është këtë tjetër. Tash vinë me kjere, vinë me këto të veshën. Mos tëmë robat dhe atletët i kanë loj me ngjyra. Ma shumë ka në aspektin e jashtëm. Si e komenton trajner Shqipëris, të lojtarëve që vinë tash me po, është një thonje e atyve mbretërieve që është ka Arabia Saudite që thotë kohrat e vështira krijojnë burrat fort, kurse kohrat e mira krijojnë burrat lig. Domethënë edhe futbollist me makinë shkon stërvitje, merr stërvitje, ruje po trokëshiu, ruje era, ruje dilli, pse se prunë sot, jo ke burr. Edhe në ata futbollist mundën më po futbollist, po ndoshta me shumicën. Zakonisht lojtarët e mirë dalin pi periferive, edhe janë zona të caktuara që prodhojnë futbollistë, edhe në Kosovë dhe gjithka. Veç shikoni pi kahit ka mas shumë të futbollistë që janë kriju, pi atyve që nuk shikohen, domethënë se qysh është moti. Trener futbolli, a është i qytetit a i zonave rurale? Futbolli luhet në qytet, po mas shumë të luajnë të varfërit, mos të varfërit, pa ata që i kanë kushtet më të pakta, ose ata prind që nuk i japin kushtet maksimale për ata fëmijë, edhe ata vazhdojnë me mos po them, infrastruktura duhet me qenë. Duhet me qenë infrastruktura, duhet me qenë krejt gjana tjera përcjellse që fëmijë mund ndi mirë, mu pastru mas ndeshjes, po zakonisht forca dhe këto po flasim për pjesën tonë, pjesën e Ballkanit, sidomos për Kosovë, Shqipni, e këto domethënë që lojtar më të mëdhenj ishe kush janë fëmijë që kanë hekë.